motra. Të nderuar e të nderuara anëtarë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nderuar anëtarë të Këshillit Vendor në degëve, nderuar anëtar Këshillit Përgjithshëm, drejtues e bashkëdrejtues Bashkimit Demokratik për Integrim, Komitetet të veteranëve Bashkimit Demokratik për Integrim, urime 24 vjetorin e lëvizjes më të fortë, më të organizuar të shqiptarëve të Maqedonisë. Nuk jam pak qerek shekulli që ju nuk njihni humbje, por vetëm fitore e suksese të një pasnjohshme. Në rastin e këtij përvjetori, dua të kujtoj veteran si të luftës, luftëtar, ashtu edhe revolucionar e të burgosur politik që nuk u mposhtën kurrë deri në realizimin e objektivave dhe të misionet të cilat ishën amanet e të parëve tanë. Në këtë rast dua të kujtoj Jusuf Regjepin, një nga specialist e profesor më të mirë Fakultetit Mjekësisë, Spitalit Prishtinës e Tetovës, antar nderi Bashkimit Demokratik për Integrim, Mehmet Gegën, një nga kolosët e paepur për çështjen shqiptare, si dhe Rafi Alilin, një nga digat e forcës së revolucionarëve të shqiptar, televizjes anti-pushtuse të udhëhequr aso kohe nga Recep Mala. Si sot 24 vjet më parë, u mblodhen ushtarët të ushtrisë shërimtare kombëtare, vërshuan nga të gjitha anët, nga Kumanova, Likova deri në Strug, Prespe, Manastir, ma shumë se sa 10.000, u mblodhen adhetar, intelektual, dhe hodhën firmat për nënshkrime dhe për themelim. Bashkimit Demokratik për Integrim, që për emërtues kjo lëvizje jonë ka vetë ushtrinë shërimtare kombëtare, ushtarët e saj. Njëzet e 4 vjet më parë, ne jemi përballë në zgjedhje të lira.
zgjedhjet të cilat i fitua. Mirë po pjesa dërmuese jona vinim krejtësisht nga një lëvizje që s'kishte të bënte me qeverisje. Vërtet nuk këmbon hajgare e shaka, unë 20 vjet isha mësuar se si të prish perandori e Jugosllavi dhe më duheshte ta ndroj qipin në kokë, se përpara nesh shtroheshte përgjegjësia. A do të realizojmë misionin dhe programin për të cilin ne jemi përcaktuar? Vërtet, në progres gjeometrik, gjithë kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim u angazhuan dhe hap pas hapi realizuan objektiva që avanconin dhe përfaqësonin shqiptarët në për institucione. Ne filluam nga zeroja, me 1%, 2% përfaqësuar shqiptarët në për institucione. Arritëm të kalojmë 20%, 22% në 2 dekadave, në një proces shumë të vështirë, me antagonizma, me mos pajtime, me debate e her pas herë dhe ndërprerjet partneritetit e të koalicionit, pa i bërë publike, por as njëherë nuk u përkullëm dhe nuk devijuam nga përcaktimet që ne kishëm vënë vetit dhe që ne shqiptarët na kishëm besuar dhe votuar. E morëm me zero, e lam me kryeministër. E morëm me zero, e lam me kryetar kuvendit. E morëm me zero, e lam me qindra institucione, ministri, në të gjitha fushat. Nuk do doja që shqiptarët Maqedoni të përsëritet vazaliteti, hys me qarlëku. Kjo është e keqja më e madhe që u ka ndodhur shqiptarëve. Po t'ishte mund Bashkimi Demokratik për Integrim në duel, ne fare nuk do bënim zë. Por ne fituam zgjedhjet. Unë nuk kam thënë me shumë sinceritet përfaqësuesve të bashkëqytetarëve tanë Maqedonas, si atyre të VMRO-s, si atyre të LSDM-s. Ish një dorë nga vazalët, sepse Jugoslavia me vazal, duke filluar nga këtu Republika jonë, vazhduam në Kosovë, Malizi, Bosën, Kroaci e Sloveni, Beogradi u përpoq për 45 vjet me radhë, duke u arritur kërthizën vazalëve që ta mbaj perandorin jugoslave, por nuk mbashte. Prandaj, unë gjithmonë jam thirr që të mësojmë nga e kaluara, sepse nga ajo e kaluar kemi që mësojmë. Dhe ajo duhet të na shërbej si një udhëzim, si një busull për të mos bërë gabime. O ja që këta tanët për një kolltuk, për interesat të ngushta, bën gabim që nuk do va fal historia, se historia mba më shumë.
Ta vëmëros u konvenuan këta bebet e vogla që me meme i gënjyen se mund të majnë situatën dhe mund të qeverisin me këtë vend. Pa dashur t'i ofendoj këto tonët që u thash bebe, po vetëm një fëmijë bën gabime të tilla që të shkelin mbi legjitimitetin e popullit të vet. Nuk shkilet mbi legjitimitet. Legitimiteti është i shejtë. Aq më tepër ta nashkalohet një subjekt e një lëvizje siç është Bashkimi Demokratik për Integrim, që themelet i ka në rrojet e lashta të historisë kombit ton, rrojet i ka në gjakun e njerëzve të sakrificës që luftuan dhe me gjak e njohën çdo plon të këtij vendi. Ne nuk jemi një lëvizje që kemi dalë nga ekranet televizive, as se na kanë kriju ndonjë kancellari këtu në rajon apo në Evropë. Ne thjesht kemi dalë nga xhiri i popullit dhe jemi përfaqësues me përgjegjësi më të larta përgjegjësu program e mision të kombit ton që ka bërë përpjekje historike që jetoj me dignitet i pa në përkombur, por krenar në histori e në vendin e vetë. Kështu që ky vend do stabilitet, ky vend do ardhmëri. Ne kemi patur dy rrugë. Njëra ka qenë ajo emocionalja dhe tjetra racionalja. Emocionalja ishte dominuese në antarësinë e Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse u shkel legitimiteti. Filloi gryrja e rënimi i marrëveshjes së Ohrit, rënimi i ligjit të gjuhës shqipe, përfaqësimi të drejtë, institucioneve për kontroll dhe për zbatim të marrëveshjes, si inspektoriati e agjensioni. Në përkëmbja e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve. Sigurisht që kjo situatë prodhoi edhe emocion dhe me një të rënd këmbanës Bashkimit Demokratik për Integrim mund t'i bllokonte e mund t'i bllokoj të gjitha rrugët në Republikën e Maqedonisë. Por ne, me qetësinë më të madhe, zodhëm rrugën e racionalitetit. Rruga e racionalitetit ishte të komunikojmë në radhë të parë me garantuesët e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO. Për muaj të tërë, kuadrët, si deputet, nënkryetar, sekretar, kryesi, kanë punuar në shpjegim dhe sqarim të gjitha qentrave dhe kancellarive të Europës. Këtë betejë kemi fituar, që ishte betejë më e fortë. Kemi vazhduar të punojmë me Bashkimin Demokratik për Integrim
sepse na lodhën Bashkimi Demokratik i pa reformuar. Pavarësisht sqarimeve që bëheshin, përsëri mbeteshëm të paraformuarit. Dhe me seriozitetin më të madh e tërë udhëheqja vën në punë 24 orëshe që të punojmë në reformatim të tërësishëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, që nuk ka parti këtu në vend, po edhe në rajon që mund ta bëjë atë që kemi bërë na. Dhe këtë e kam bërë njerëzit e përgjithshëm të ndërgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, bartës të përgjegjësive historike. 83% ka ndryshuar, reformuar udhëheqjen e Bashkimit Demokratik për Integrim. Kush mund e bëj këtë? Këtë e bën vetëm një Bashkim Demokratik për Integrim. Vetëm ai e bën. Të gjithë kryetar degësh, nën degësh, këshilla vendor, të ri, sepse ne kemi vënë vetes një objektiv, mbi supet tona të ngrisim gjeneratat e reja. Dhe ky mision do qaj përpara, sepse vërtet pas këtij misioni janë si themelus e Bashkimit Demokratik për Integrim, si të gjitha ata organizator që më vonë vuajtën burgjeve me vitet të tëra, ushtarë të ushtrisë shërbimtare kombëtare, dhe vetëm mund të shohin ëndra ata që mendojnë që mund të mposhtin Bashkimin Demokratik për Integrim. Kote kanë. Nderuar antar Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne nuk kemi qenë pashpëritës e duartrokitës të sukseseve të tjerëve. Ne kemi qenë pjesë e tërë proceseve në këtë vend. Autorësinë tonë kuptohet bashkë edhe me ata që kemi qeverisë, vullën e ka korridori i 8. Vullën tonë e ka rruga apo bulevardi nga qendra që e lidh me autostradën korridorin e 8 Hasan Prishtina. Vullën tonë. Po kush se ka vullën tonë? Me nisë me numru, do u shkurtoj nga festa dhe nga programi juaj këtu artistik. Spaku këta që hynë e zunë koltuket, ta ruanin këtë pozicion të përkohshëm, sepse zgjatës mund e qojnë. Mirë po kanë degradu atë shumë çështjen, atë shumë na kanë turpru, sa s'ka ku shkon më. Prandaj është mirë që të reflektojnë, është mirë që të mendojnë, është mirë si shqiptarë të kemi një pakt. Në radhë të parë, ne të respektojmë vetë vetën. Kush fiton zgjedhjet, kush fiton legitimitetin,
hajtë të ketë përfaqësimin legal dhe legjitim në institucione, dhe jo humësit, se humësit do t'jenë vegla në dur të tjerëve dhe do bëjnë punën që u thot agaj, dhe jo misionin të cilin e kanë shqiptarët. U mendoj që gjërat nuk shkojnë mirë këtu, jo vetëm që mendoj unë, po kjo u vërtetua edhe pse nuk është bërë publike për përdorim të mbrëmshëm nga anketa që ka bë Instituti Republikan Iri, shqetësimi i parë tek shqiptarët në Maqedoni është përdorimi i gjuhës shqipe. Shqetësim dytë kanë marrëdhëniet ndërhetnike jo të qëndrueshme. Shqetësim të tretë kanë mospërfaqësim të shqiptarëve në për institucione. Do thot pas një qerek shekulli, këto gjëra kanë dalë prioritet dhe shqetësim për shqiptarët e Maqedonisë. Marrëdhënie ndërhetnike, gjuha dhe mospërfaqësimi në për institucione. Vëllezër e motra, ky shqetësim nuk është vetëm për ne Bashkimin Demokratik për Integrim. Ky shqetësim duhet ta kenë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Sepse gjërat do shkojnë keq nëse vazhdohet kështu si deri më tani. Ne nuk jemi për të bërë keq. Unë e thash edhe në fillim, ne jemi udhëhequr nga racionaliteti, se po të ishëm udhëhequr nga emocionet, edhe pse kemi patur arsye, sepse na kanë prek në palc aty ku s'preket, por përsëri kemi kontrolluar si veten, si organizatën, ashtu edhe procesin në të për cilin kemi ecë. Vendi ka nevojë për më shumë paqe, për më shumë stabilitet, vendi ka nevojë për marrëdhënie të mira ndërhetnike, vendi ka nevojë zero problem me fshinjet, vendi ka nevojë antarësim në Bashkimin Evropian, ashtu si që jemi antarë në NATO, të jemi edhe në Bashkimin Evropian. Ase shohin që planeti është në luftë, ase shohin se tërë industria e armatimit 24 orë prodhon arme, municione, raketa, deri në bushje bërthamore. Si ne mund t'i shërbejmë destabilizimit? Ne nuk jemi për destabilizim, ne jemi për paqe, po për paqe të qëndrueshme, jo duke na mohuar atë që e kemi fituar me gjak. Kështu që le të nxjerrin mësim nga e kaluara këta që drejtojnë politikën në vend, dhe të mos bëjnë gabimet e atyre karerëve që e bon plur e hi Jugosllavinë, se nuk është mirë për asnjë palë. Në një kohë kur jo larg nesh po shfrytëzohet arsenale nga më moderne të armatimeve, kur të gjitha shtetet e Evropës shqetësohen me dronat dhe Evropa e sulmuar është. Hiç ma shumë se brenda muajit disa dronë kanë shkel mbi territor të Rumanisë, Polonisë, Turqisë, Qipros, s'janë larg nga këtu. Kështu që ne na duhet një afrim e bashkëpunim, t'i ruajmë marrëdhënien ndërhetnike, ta ruajmë marrëveshjen e Ohrit, obligime kemi të dy palët, bile më shumë Maqedonët duhet të kujdesen për marrëveshjen e Ohrit se sa ne shqiptarët. Kështu mund të ecim ne përpara. Nëse mendojnë që na frigojnë, le ta majnë mend, mirë që të më regjistroni. Nëse mendojnë që na frigojnë, nëse mendojnë që na fitojnë, mos gabojnë. Se as nuk mund të na frigojnë, as nuk mund të na fitojnë.
por ne jemi racional, jemi të arsyeshëm dhe kërkesat tona kërkojmë që të trajtohen si nga vendorët, ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar dhe mos na ndodh si me Avni Rustemin. Pritet krizë pushka dhe tani pas ka pas Shqipëri. Faleminderit shumë, rrofshi, qofshi të na rroj Bashkimi Demokratik për Integrim si forca e vetme, drejtuese e mobilizuese, me histori e bagazh, nga më të fortit, nga më të pasurit që kanë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky thesar nuk është vetëm i yni i Bashkimit Demokratik për Integrim. Thesari i Bashkimit Demokratik për Integrim i takon çdo shqiptarit Maqedonisë, sepse çdo e arritur e Bashkimit Demokratik për Integrim është në shfrytëzim të çdo shqiptari në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Fillon nga universitetet deri tek përfaqësimi i drejtë, deri tek simbolet kombëtare. Prandaj ta ruajmë si sytë e ballit, se ruajmë gjakun dhe amanetin e dëshmorëve, amanetin dhe gjakun e brezave të tërë, që kanë ra për kauzën e shet kombëtare. Rrofshi e qofshi, faleminderit.